në mosh, por që arritja e tij është shumë e madhe. Do të flasim pak me Ari Thaçi, i cili është krijues i Agenti AI. Çfarë është Agenti AI? Do të mësojmë vetëm pas pak në minutat në vazhdim. Ari, mirë se erdha. Kënaqësi me të pas në studio dhe kënaqësi me pas një djalë kaq të ri në mosh, por gjithsesi me vizion edhe me ambicie të mëdha për të ardhmen. Do të flasim për inteligjencën artificiale dhe jo vetëm, por gjithsesi na trego pak çfarë është Agenti AI. Atëherë, faleminderit shumë për fjalët. Agenti AI është platforma që la mundson bizneseve me qenë më afër klientit, edhe kriteria ka qenë edhe është lind që me ofru bizneseve një ndihmë shumë të madhe që ja u hek një bosh shumë që është një bosh shumë e madhe për bizneset, që janë përgjigje ndaj klientave. Po. Që janë të bombarduar gjatë gjithë kohës me pyetje të ndryshme. Nuk ka një orë të kufizuar, edhe pse ndoshta bizneset kanë punëtorë që punojnë me orë të caktuar për çdo lloj pune. Po prapë mesazhat edhe klientat nuk e din kur është bolla, dhe nuk e din kur është koha e duhur për me shkruaj pyetje. Në çfarë do orë, ditën natën mund të bëjmë pyetje. Edhe kjo është, domethënë, aftësia kryesore e agentit. Si erdhi si ide, po më intereson shumë di. Ka qenë pjesë e ndonjë projekti të shkollës apo thjesht eksplorimi pak më shumë me inteligjencën artificiale? Ka orë deri këtu edhe tu e di që është një problem shumë i madh në bizneset, krejt bizneset, edhe të Kosovës, po edhe krejt bizneset botërore, edhe kom pasur një lloj zgjedhje që është shumë e mirë. Po, pse pikërisht bizneset? Nga lindi si ide? Patë ti ndonjë Mendoj që është edhe përvoja personale, për shkak se edhe unë familjarisht i kemi bizneset. Po. Edhe domethënë këto ka qenë, po e kam ditë që çdo biznes. Pra ke zgjedhur një problem. Me fjalë të tjera. Po kështu bëjnë inovatorët. Po. Këto e kanë pikë synim, e zgjedhin një problem për të bërë jetën më të lehtë në vazhdimsi. Po, domethënë kjo ka qenë krejt ideja e agentit, edhe besoj që ja kam arrit për me krijuar çka kam dashur. Dhe ti me inteligjencën artificiale se sa kohë që ke shpreh interes që të mësosh më shumë rreth domethënë prej fillimit kur ka dalë, domethënë një herë kam qenë si një lloj vetë që kam përdor, tani tyja po on pozitive edhe onë që po më janë dhe pak më të mira, kam eksploru pak më shumë edhe jella në përfundim që pse jo me kriju këtë agentin. Po, sa kohë të është dashur për me e kriju agentin? Është një kohë me një intensitet shumë të madh, ku domethënë ju kam përkushtuar një kohë shumë të madhe ditës edhe krejt që kam pas përveç shkollës, po besoj që për një 5 muaj ose 6 e kam kriju, domethënë është finalizuar krejt. Domethënë është vënë ka ideja deri tek produkti final që me u ndihmua dhe bizneset edhe me qenë i gatshëm për gjithë bizneset. Tani është në operim agenti? Po, tani është, po. Qysh po funksionon? Është shumë mirë, edhe pse bizneset pak janë duke hezitu, patjetër, sepse si çdo inovacion, po i ri edhe çado që është e ri është pak e vështirë të pranohet. Edhe për ChatGPT-n kështu ka qenë në fakt. Edhe kështu ka qenë, po tash po e shohim se çdo person po e përdor edhe po ja sheh të mirat. Po normalisht, unë kur e kam kriju produktin e kam po edhe jam përgatit pak a shumë, për me di që në fillim normalisht ndoshta kam qenë një lloj sfide në vete, puna që është inteligjencë artificiale dhe bizneset ndoshta me të drejtë friksohen pak se dinë që konsumatorët e tyre kanë me bisedu me një chatbot e jo me një njerëz. Po për një kur e shohin që zgjidhjen pa jep edhe që përgjigjet brenda sekondave, edhe jep fiks ashtu përgjigjet edhe është një bendës edhe një shitës, besoj që është shumë i mirë. Edhe shohin se sa lehtësimi i madh është për bizneset. Po mirë shumë. Na po mundohemi tash të kuptojmë se çfarë operacione kryen agenti. E kuptojmë që është chatbot, është inteligjencë artificiale, nuk është njeri dhe nuk mund të përgjigjet ndoshta me përpikshmëri çush kish me u përgjigj një njeri. Por gjithsesi, tani inteligjenca artificiale është vetëm duke po avancuar gjatë gjithë kohës, edhe po na intereson të dimë edhe për llojet e bizneseve, edhe si funksionon 24/7, sepse në këtë rast agenti nuk flen kurrë. Nuk flen kurrë, po. Domethënë agenti, biznesi fillimisht kur e krijon agentin e tij, e implementon, edhe jap dhonat e biznesit të tij, krejt, domethënë çka ka informata dhe produkte që ka informacione. Të hollësishme rreth biznesit. Sa më të hollësishme që janë detajet, aq më mirë edhe agenti ka me i kthy përgjigjet. Edhe puna është agenti trajnohet shumë lehtë, ose në bazë të shkrimit, ose për shembull stoku nëse e ke në PDF, domethënë vetëm e ngarkon PDF-in edhe agenti i merr ato dhona në mënyrë automatike, po ashtu edhe në webfaqe. Domethënë secili biznes që ka domethënë informatat në webfaqe, vetëm e jep linkun edhe agenti i merr gjithë ato dhonat. Edhe është i gatshëm brenda pak minutave me kthy përgjigjet 24/7. Në Instagram, Facebook, WhatsApp edhe në webfaqe. Në Instagram, Facebook dhe WhatsApp edhe webfaqe. Edhe në WhatsApp edhe në webfaqe. Po shumë mirë. Tani sa kohë i duhet
në këtë rast për t'i përmbledh gjitha këto informacione që i përmende pak më herët dhe të jetë funksional agenti i specifikuar për një biznes? Me thonë që mrena pak minutave. Pak minuta? As një orë është gati për me implementua dhe është gati për punë. Sa njerin e pas ke qitë për punës? Po. Nuk besoj edhe nuk është qëllimi me i qitë njerës për punës. Jo, po bëja i gare se nuk është e kuptoj që s'është qëllimi, por gjithsesi... Po, shambull edhe për bizneset, është shumë mirë me pas një lloj agenti, që është edhe me kosto më të ulët, po produktivitetin në punë e ka shumë më të lartë. Edhe besoj që një person në krejt botën nuk i din krejt gjuhë, edhe nuk mund me komuniku, edhe tash e dim që me një qatë kost mujore nuk asnjë punëtor nuk punon, asnjë biznes. E besoj që është një lehtësim shumë i madh për bizneset kjo. Sa është precis tani në komunikim në këtë rast, në gjitha këto informacione që i... Po, është shumë precis, edhe është e mira që i kupton edhe dialektet, duke e di që edhe në Kosovë sidomos, nuk shkruajmë një gjuhën standarde, edhe i kupton domethënë edhe dialektet, po edhe shkrimet. Edhe ndoshta nuk është e nevojshme me ashur komplet fjalinë e saktë, ai domethënë e ka aftësinë që e kupton edhe kontekstin e fjalës, çapo do në pyet për biznesin, tu e di që i ka informacionet e sakta të biznesit se çka ofron biznesi. Po. Deri tani cilat biznese apo cilat industri po themi e kanë përqafuar chatbotin, në këtë rast agentin? Po, domethënë bizneset janë të lloj-llojshme, e kom pasur këtë pyetje për cilin biznes funksionon. Po mënyra se çu kam kriju agentin, është agenti që i përshtatet çdo biznesi, edhe për çdo biznes i ka ato karakteristikat kryesore. Po varësisht domethënë për e-commerce që janë bizneset online, shitblerje, janë dentistat, janë salonet bukurie që kanë. Domethënë ato kanë mas shumë të punë për me këtij mesazhe edhe për me caktu termine. Vlen që agenti cakton termine automatike. Edhe domethënë edhe merr për bizneset që pra e bën edhe një database të... Po, edhe lidhet me Google kalendarin. Domethënë e sheh se cilat orare janë të lira dhe ja tregon klientit, edhe ja sugjeron. Shembull i thotë, nëse don që të kohë, a din tani në mënyrë automatike ja dërgon stafit që një klient i ri ose një termin i ri në këtë kohë është. Po ashtu cakton merr edhe porosinë, bën bërjen e porosisë. Domethënë kur klienti i shkruan, domethënë emrin, mbiemrin, adresën, e merr ato si shkrem si porosi edhe dërgon direkt në email të biznesit. Çfarë ndodh kur pyetjet apo kërkesat nga klientët, po themi, janë pak më të komplikuara? Të komplikuara, po. Po, dhe ndoshta agenti nuk është se ka informacionin e dur, apo thjesht e ka pak më të vështirë që të përgjigjet? Në momentin që nuk e gjejmë përgjigjen brenda informacioneve... Kthehemi pak më vonë? Jo, e tregon, domethënë që thotë për këtë moment nuk e kam informacionin e saktë, po për më shumë pyetje jep numrin kontaktues të biznesit. Të operatorit këtë rast, apo... Po është e mira që domethënë agenti themi prapë te faktori njeri. Po, që prapë nuk mundet me u zaventsu. Po. Domethënë në momentin që agenti nuk është në gjendje për me kthy përgjigje, po besoj që nuk ndodh ajo shpesh, po duke di që pyetjet mund të marrë të lloj-llojshme, të papritshme. Po në momentin që bëhet një pyetje jashtë temës ose jashtë biznesit, agenti asnjëherë nuk kthen përgjigje. Për shembull gjysa kur po e shohin AI, mundojnë që për shembull në biznes caktuar me pyet, ai është domethënë agent AI po vetë për çat biznes, domethënë nuk dal kur jashtë temës asnjëherë. Nuk përgjigjet në këtë rast. Nuk përgjigjet jashtë, edhe pse e dim që inteligjenca artificiale tash po pyetet për çdo sen në botë, edhe për çdo sen në jetë. Vërtet. Po domethënë ky është agent për biznes, nuk është agent, nuk është ChatGPT tamam. Po. Sa është e vështirë tani për të krijuar agent brenda agentit AI për të krijuar agent për shumë biznese të ndryshme? Nuk është... Si e menaxhon? Kush e menaxhon në fakt gjithë platformën? Domethënë platformën unë e kam kriju, edhe unë e menaxhoj platformën, nuk është shumë e lehtë për shkak se është diçka që më pëlqen më shumë edhe bëj me shumë kënaqësi edhe besoj që kjo është qëllimi kryesor edhe krejt ona më pozitive krejt punës tëm, tashmë më shit edhe një lloj pune që unë e bëj. Edhe është kënaqësia më e madhe kur unë bashkëpunoj me kompani shumë të mëdha, siç janë vendore, po ashtu edhe ndërkombëtare. Ka edhe ndërkombëtare që kanë përçafuar agentin? Po, domethënë janë edhe kanë gjetë veten, edhe vlen me cek që janë do shumë të kënaqura. Edhe besoj që kjo është diçka që mund për më përmbush edhe veç më jap shumë motiv për me vazhdu edhe për me zhvillu agentin, sepse normalisht kjo është vetëm fillimi për... Patjetër. Edhe mundësit janë pa fundme, është një... Po, domethënë që ditë na jemi dëshmitar që pozojmë në mëngjes, një avancim i ri po ndodh dhe... Pendron lojën komplet, po vlen me cek që inteligjenca artificiale për një me është duke ndru lojën, edhe nëse nuk rrina në hap edhe nuk e ndjekim, atëherë për një me jena shumë të rrezikum që ja ime na zaventsu. Por në momentin që na tash besoj që është një farë lufte mes personave, personi që përdor inteligjencën artificiale edhe personi që nuk e përdor.
e këtu është ai dallimi shumë i madh që për ne po vërim çdo ditë. Shumë e vërtet. Tani, cila ka qenë frika më e madhe e bizneseve përpara se kanë vendosur që ta përqafojnë agentin e AI apo inteligjencën artificiale në përgjithësi? Frika më e madhe ka qenë që mënyra se çysh po përgjigjet atë mënyrën se çysh po kthen përgjigje. Po kur e testojnë për mos të humbur klienta, gjithmonë është aty është po ideja jam për me kriju agentin është që mos me humb klient, se për shembull po marrim një shembull, unë po ju shkruaj biznesit, edhe një biznes po ma kthen mos 12 ore, një biznes po ma kthen çaty për aty, apo edhe është një dallim shumë i madh dhe shancat për me kriju mbledhjen çaty kur ma kthen biznesi në çat moment është shumë e madhe se sa me prit 12 orë ose normalisht nuk bëhet me qëllim. Po për shembull nëse shkruajnë në ora pas mesnatës, do të me prit deri në mëngjes, deri në ora 9-8 mëngjesit për me kthy përgjigjen, ndërsa agenti AI kthen përgjigjen 2 natës në 3, do të thonë nuk ka orë që e kthyer. Po të njëjtën kohë bizneset që nuk dojnë me pas një agent që punon 24/7, mund mja bot orarin, orarin. Që është sen që nështë bizneset nuk e kanë kërku, sepse gjë biznes e dojnë një agent 24/7, po ekziston si mundësi. Ekziston si mundësi edhe për ta lënë, po themi ndoshta me kohë caktuar, që tjetë gjatë gjithë kohës në këtë rast për ato orë sa e kanë caktu vetë bizneset. Gjithsesi, po më intereson shumë di tani çfarë ka qenë sfida jote më e madhe gjatë krijimit të kësaj platforme. Duke i ditë mundësi që i kemi edhe i posedojmë, nështë vështirësi shumë s'kom pas. Krejt nështë që më i me tregu është që dëmë thonë krejt punën e kom bo në mënyrë vetanake, dëmë thonë krejt e kom bo vetë. Nuk e kom djeka asë një kurs me thonë kështu që kam shku. Me thonë krejt që kam mësuar për i dhomës ta moto me laptop edhe krejt e kam kriju krejt këtë. Si ka mundësi, Ari? Është e mundshme, për shkak se mundësi që i kemi në internet edhe me tashme inteligencën artificiale është diçka që për një me është nëse dina me përdor edhe vetëm e analizojmë, mundësi që po i kemi janë shumë të mëdha, për shkak se shumë mësime janë folas, veç a je interesu me mësu edhe veç a dëmë për me mësu. Gjete platforma të përshtatshme? Kryesisht kanë qenë në YouTube edhe eksplorimi me AI, dhe më thonë me ChatGPT fillimisht, por tani dolen edhe chatbotet të tjerë më të avancu, edhe besoj që kjo është një farloj mësimi tjetër për pas agentit, që për mene se dënë me mësu edhe veç e ki dëshiren edhe vullnetin, mundësit i kemi shumë të mdoja, po të njëjtën kohë tash që i kemi mundësit, besoj që është edhe ona e kundërt, që të me qenë shumë vigilent edhe shumë të kujdesshëm se qysh edhe çka po veprojmë. Më intereson shumë të di se si e ndjelle për vete këtë dëshirë, si erdhi deri te kjo dëshira për të mësuar me inteligjencën artificiale, duke marrë parasysh që shumë të rinj dhe të reja po shkojnë dhe po ndjekin kurse të ndryshme programimit, ndoshta edhe vetë inteligjencës artificiale, tani mos gjitha këto shkollat të cilat janë digjitale, këtë rast ofrojnë edhe mësime për inteligjencën artificiale. Qysh tashat ma herët duke eksploru pak ma shumë me ChatGPT, me AI, edhe kom posë për një me mund të me kriju edhe vetë diçka. Nuk është të thonë që edhe këto e kom mësu që për një me diploma nuk është edhe mëzëshme, edhe kërkosh nuk ta pyet ty për një diplomë. Nuk je i vetmi që e thua, ka shumë folës motivues në fakt që e thuan këtë që. Tingëllon pak si klishe më i me quj që... Po për një me dëshysh të ashtë nuk... Jo konvencionale deri në një pika. Normalisht nevojtit edhe shumë e mirë nëse e ki diplomën, ajo dhjetë, nuk diskutohet. Po mënyra që me qenë synim ose qëllimi kryesor me pas një diplomë tani me fillu punën, si që bojnë shumica e trinjve për shembull me kry shkollën e mesme, me kry fakultetin, pastaj me fillu, për mu e kom pa që është pak shumë vonë me fillu atëherë, edhe prandaj kom fillu... Shumë vonë, sa vjet i ki? Kom fillu me 16, edhe tash i kom 17. Wow, Ari jashtë zakon shumë, definitivisht, do me thonë me 17 vjetë edhe për tu pak vonë me fillu. Mendova pak vonë mas fakultetit me lonë. Po, për ta bë agentin këtë rast. Për shkak se besoj që edhe pse jam në shkollë, edhe pse i ndjek shkollimin normalisht nuk e lo, po nuk është një arsye tem që me thonë që jam i fokusuar vetëm në shkollë, për shkak se kjo besoj që vetëm ka rritë edhe më shumë motivin për me i ndjek edhe sukseset në shkollë dhe me vazhdu shkollimin në grada pak më të larta. Patjetër. Çfarë kanë thënë rreth shoqëria njerëzit të cilët kanë pasur mundësi që të kuptojnë një djalë 17 vjeçar pa kurse shtesë, pa arsimim të mirëfillt, po themi, formal, në këtë rast, ti ja ke arrit edhe ja ke dalë i vetëm. E kanë prit shumë mirë, edhe pse dëmë thonë nuk e ka ditë askush që jam të e kriju, deri në momentin që e kom lansu. E kanë ditë që më faktikisht merë me teknologji,
por nuk e kanë dikë saktësisht se unë po e krijoj diçka timen. Edhe deri në momentin që e kam lancu para 2 muaje, atëherë do të thonë e kam bu publike, edhe për familjen tem, edhe më thonë ka qenë një lloj befasie e bukur për gjithë. Patjetër, përderisa ka shumë prind që shqetësohen në fakt se çfarë po bëjnë fëmijët e tyre në orë tana në kompjuterin. Edhe prindërit e mi janë shqetësuar ndoshta që kam kaluar një kohë shumë të madhe në teknologji. Po kur e kam po çat kohë e kam kthy në investim për punën time edhe për personin që po bëhem, edhe kam po që për me javlin. Po në njëjtën kohë do të thonë është normalisht që teknologjia është e mirë nëse e përdoren për të mirë. Bravo. Po teknologjia është e keqe nëse përdoren për të keqe. Sepse në fakt janë 2 anë të medaljes, pikërisht tek teknologjia dhe përdorimi i saj, dhe këtu e ndajnë. Është një vit shumë e hollë. O e përdor, po themi ndoshta për të kaluar kohën kot. Nuk ka mes. Nuk ka mes, shumë e vërtet. O e përdor për të shkuar tutje. Cilat janë planet për të ardhmen? Si e sheh të ardhmen edhe e përmende pak më herët që sot po flasim, nesër po quajmë inteligjenca artificiale po kalon në tjetër nivel. Do të thonë tash po flasim për një kohë ku agentët, do të thonë AI, punojnë për neve edhe na kur na flet. Për mua personalisht, për shembull, agentët që i kam kriju për veten time, do të thonë punojnë edhe kur unë jam në shkollë, edhe kur unë jam. Sa agent i ki Ari? Po tregoj drejt i kam 3 ose 4 që kryejnë secili ka një funksion adekuat. Po. Ku shembull Mundesh lirisht. Pa pik problem. 17 vjet i ka edhe i ka 4 agent që i punojnë për veti. Tash na e tregon shumë mirë se për çfarë në fakt punojnë këta agent për Arin, edhe normalisht të mësojmë edhe na diçka nga Ari, sepse gjithë po më duket na duhet ka një agent në këtë kohë, në këtë botë në cilën po jetojmë. 4 agent, Ari? Po, 4 agent i kam, ku se cilë e krymë funksionin e vetë, ku shembull njënin e kam si lloj agenti të marketingut, ku do të thonë ma krijon mu krejt postimet në rrjetet sociale dhe i postoj direkt në Instagramin tim, ku këtë ofrojmë edhe agenti ai ofron, do të thonë krijimin e agentëve që krijon postime për secilin biznes. Po ashtu e kam edhe një agent që i dërgon email-a bizneseve dhe ja u tregon agentin. Edhe agentët i kam që kryejnë punën brenda agentit, pra që e këqyren që qysh po funksionon platforma, është dhe shka në rregull. Këto i kam agentët që punojnë 24 qatë pa nalë. Edhe nëse laptopi jam është nalë, edhe nëse unë jem dikon tjetër, nëse nuk kam e veti, për shambull për tash, sigurisht që agenti është të punu, edhe pse unë jam duke bisedu këto. Tu na tregu se qysh po punojnë që ata agent. Mirë shumë. Ka qenë dhe vazhdon të jetë debat kjo pjesa se apo i zaventson njerëzit inteligjenca artificiale. Ti po thu që 4 agent punojnë për ty, normalisht ishin dashur të kon 4 persona, po në fakt është inteligjenca artificiale. Tash edhe më herët, tash krejt lufta po bëhet personat që përdorin inteligjencën artificiale. Se normalisht AI është kriju prej njerëzit, edhe nuk mundet tash AI me e skalu në qatë mënyrë se që me zaventsu krejt njerëzimin, po besoj që njëri që e përdori inteligjencën artificiale edhe AI ka me shku shumë për para, edhe tash bizneset, tash për vjen një lloj është një temë shumë delikate, për shkak se... Edhe është një frikë në fakt. është një frikë shumë e madhe, për shkak se... Ka prej atyre që mendojnë që do të na zaventsoj dhe... Komplet, po. AI take over, se guxoj ta përdori në gjuhën angleze. E kemi pa që shumë biznese botërore, kompani shumë të mëdha, numrin e punëtorëve e kanë zvoglu shumë. Edhe krejt ideja ka qenë që mu zaventsu prej inteligjencës artificiale. E besoj që kjo është një farë lloj frike për njerëzit se me qyrë në profesionin që po të që është aktualisht. Se për shembull ti më shku në me zgjedh një punë që inteligjenca artificiale na është kryen shumë më shpejt se ti, normalisht e ki mu zaventsu. Por na është ka profesione që inteligjenca artificiale nuk mundet as me është e pamundur, po. Është e pamundur. E që ata besoj që jemi të jetu një kohë që do të mu fokusu shumë edhe me qenë shumë vigilant se çka dhe ku po punojmë edhe çysh po punojmë. Po besoj që nëse çdo person e përdor inteligjencën artificiale, shansa që mu zaventsu prej tij janë shumë pakta përveç se ti vetë po e përdor. E besoj që personat që nashta e shkojnë hale punë shumë, për shembull po e marrim një customer manager, për shembull nëse punon prej 8 deri në 4, edhe nuk mundet me ditë krejt gjuhët e botës, edhe nuk mundet me u kthy përgjigje të gjithëve 5 klientave për me njëherë, edhe nuk mundet me kthy përgjigje në Instagram, Facebook për me njëherë. Edhe besoj që kjo është një arsye shumë nashta e mirë për me nashta nuk mundet me zaventsu. Në fakt bizneset duhet marrin tani më pas 5 ose 4 persona. Po, e tash për shembull nuk mundet me reduktu krejt, po për shembull nashta prej 6 personave që i ki në staf për customer manager, ti i lën veç 2 ose 3.
që prapë se prapë dëvyni njëri për me kontrolu, po numri është... E, pak më herët është e pamundur të zaventohet faktorin njëri, kështu që pa tjetër. Besoj që edhe kjo është për bizneset njën shumë pozitive dhe shumë mirë, për shkak se që thash edhe më herët, kos është më e ulët, po produktiviteti rritet shumë më shumë. Çfarë ke parë gjatë këtyre 2 muajve të lansimit që po themi nuk është ashtu siç e ke menduar dhe që është dashur po themi ta përditësh? Kam mësuar shumë gjona ku tash faktikisht e di që një djalë i ri, edhe bizneset kur e kam po, nashta në fillim pak kanë hezituar, po kur kemi bajta kemë edhe kur e kam po që produkti për me është i gatshëm edhe po ju kryjm punë, atëherë kam po që për me kryesore është produkti që kam kriju edhe nuk është shumë me rëndësi unë prej kush është mbrapa. Normalisht që është një lloj mirë me ditë se kush është mbrapa. Patjetër. Po puna kryesore është produkti apo vlen. Ajo puna që unë po e bëj apo jap funksion edhe apo shërben diçka në komunitet, që unë kësaj here kam zgjedh bizneset. A e patë siklet takimin e parë? Takimin e parë besoj që po, me sa po më kujtohet se tash po tregoj drejt është një farë fluksi shumë i madh i bizneseve. Po takimin e parë e mbaj mend edhe ka qenë pak edhe tash kam mësuar shumë. Secilin takim e kam vrej që për me kohë gjithçka do të thonë rregullohet në mënyrë graduale dhe në mënyrë vetvetiu. Tash për shembull është me krahasu një takim që e kam bërë herën e parë edhe një takim që e mbaj sot, normalisht që unë e pëlqej veten shumë më shumë edhe shoh që shumë më shumë jam në takimin e fundit. Patjetër. Po normalisht që pa e pas takimin e parë unë s'kam mujt marrë deri takimi te ky takim. Nuk diskutohet. E kam po që për një nuk të vyn shumë me qenë shumë perfekt. Ideja krejt është me fillu. Dëmë thonë veç nëse e ki idenë edhe nëse e ki produktin e mirë, veç fillo. Dëmë thonë normalisht që kërkush nuk është dëmë thonë në mënyrë profesionale. Pa tjetër. Po veç do të me vazhdu edhe mënyrë që thash, mënyrë graduale, gjërat vetë vinë në vendin e vetë. Pa tjetër. Mësimi më i madhë që ke marrë gjatë gjithë kësaj eksperience? Mësimi më i madhë që ke marrë gjatë gjithë kësaj punë që tash më i me quj që është një punë një vjeqore, që unë veç se e bëjnë taman në AI, edhe në mënyrën që po bashkëpunej me bizneset. Mësimi më i madh që kisha dashur me nda me juve është që për një mos mund dalë, pavarësisht vështirësive, e di që tingëllon edhe kjo pak si e kemi dëgjuar çdo herë, po për një veç mos prit që me ardh dita më e mirë edhe me u bë versioni më i mirë. Nuk kemi si me shpreh ndryshe këtë pjesën. Konsistenca është ajo që e bën dikë apo se bën. E ke ose se ke. Normalisht që fillimet janë shumë vështirë, edhe normalisht që nuk do me prit suksesin që vjen brenda natës. Gjithçka që vjen shpejt, largohet edhe shpejt. E do të thonë duhet me di që gjonat e bukura dhe gjonat e mira morin pak më shumë kohë, por e kuptohet që ato kanë menej shumë gjatë. E besoj që puna me veten është kryesore, edhe para çdo nëse ti don me çel biznes ose çfarë do fushë, pa punu një herë me veten, besoj që këtë është puna me e jashtme ose puna me të tjerët. Do të thonë puna mësimi më i madh është që me punu me veten, kur je rahat me veten edhe kur e din saktë çka po don edhe hi synimet e tua, atëherë çdo gjë rregullohet edhe bëhet e mirë. Jashtëzakonisht Ari, faleminderit shumë për gjitha ato që ndajte me ne, të uroj shumë shëndet fillimisht, edhe sa më shumë suksese të tjera, edhe uroj që shumë të rinj dhe treja të ndjekin modelin tënd. Me të vërtet krenari që të pata përballë. Shumë faleminderit edhe kënaqësia ime për një bisedë kaq të bukur.